Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument sot kemi ftuar aktivistin e mirënjohur të komunitetit shqiptar në Teksas. Ne ju urojmë për zgjedhjen tuaj, por njëkohësisht sot do flasim për një problem mjaft magjor që është arritur në sajt të aktivizimit të shoqatës suaj AFA, pra Shqiptarët për Amerikën, e cila kohët e fundit në Kongres arriti një sukses të veçantë në lobimin për çështjen shqiptare dhe sidomos për çështjen e asaj krajine që ka mbetur jashtë trojeve shqiptare në Serbi, Preshevës e Bujanocit. Pra, për një vendim të marrë në Kongresin Amerikan për çështjen e ruajtjes së identitetit shqiptar në atë krajinë. Kam ftuar pra këtu zotin Gjino Mulliqi, i cili është personazhi me cilin ne do të diskutojmë sot për arritjet e tija, por do të diskutojmë për këtë çështje madhore të cilët këtë javën që kaloi ishte në qendër të opinionit publik shqiptar. Gjino, ju faleminderit për punën që bëni, për punën me shoqatën tuaj, por sidomos për këtë arritje të rezolutës është mjaft e rëndësishme për identitetin kombëtar shqiptar. Përshëndetje, faleminderit që jam me juve, që jam mysafiri juve, përshëndes gjithë teleshikuesit e juve. Me të vërtetë është kënaqësi të jemi këtu që të bisedojmë për si themi, një historie historike që ndodhi në Kongresin Amerikan. Është një rezolutë që është bërë për shqiptarët vëllezërit tonë që janë Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Në tetor të vitit të kaluar ishim në një takim me zotrin Shaib Kamberin, zotrin Faton Beslimin dhe shqiptarët këtu nga Dallasi që ishte zotrin Mustafajt, po gjithashtu. Dhe shqiptarët nga Dallasi, Nazar Mehmeti, Smet Smali, Dag Vraniqi, Burim Haliti, dhe unë ishim në një takim me kongresmenin Keith Self, që organizuan nga ne, nga shoqata Albanians for America, apo shqiptarët për Amerikën, ku zotri Kamberi dhe zotri Mustafaj bashkë me Fatonin e njoftuan kongresmenin për çka po ndodh në viset e Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit, për pasivizimin e shqiptarëve atje, për të padrejtësitë që po ju bëhen shqiptarëve atje, për mënyrën se si shqiptarët po jetojnë pa kushte as më bazike të kushtet të jetës, dhe kongresmeni me njëherë u vu në atë aktivizim që të mundohet edhe ta bjen historinë e çka po ndodh atje. Me 2 dhjetor të vitit kaluar 2025, u mbajt një hearing në Kongresin Amerikan nga Dhoma e Përfaqësuesit Jashtëm për Evropën, ku edhe kongresmeni e shpalosi billin apo projekt ligjin për këtë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të merren më seriozisht me këtë çështje. Dhe siç e pam para 2 ditëve, ajo e kaloi dhomën dhomën për punë të jashtme të Kongresit Amerikan, 43 vota pro dhe 3 vota kundër. Tash do të hudhet në të gjithë Kongresin Amerikan, mendoj se shumë shpejt brenda 5-6 jave, ku mendoj dhe besoj dhe jam shumë i besimit që do të kaloj në plot fuqi. Dhoma e punëve të jashtme është e përbërë edhe nga republikantë edhe nga demokratë, jo vetëm që u përkra nga kongresmeni Keith Self, po u përkra edhe nga kryetari i dhomës punë të jashtme, kongresmeni Brian Mast, u përkra edhe nga nën kryetari demokrat zotri Gregory Meeks, kongresmeni Gregory Meeks. Kështu që unë mendoj që është një punë bipartisan dhe do të bëj një jehon të re në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc dhe t'i mbaj serbët përgjegjës për atë që po e kryjnë spastrimin etnik kundër shqiptarëve atje. Pra rezoluta quhet HR 6411. Atëherë, çfarë rëndësie dhe domethënie
ka për ju arritja e këtij rezultati në Kongresin Amerikan, në Komitetin për Punë të Jashtme? Po tash sa kohë në Kongresin Amerikan, në administratën amerikane, puna e shqiptarëve të përshevës me duhet që të Bujanovcit. Po mundohem që ta bëjmë një honë të re, të bëjmë një dritë, si të themi, në atë që po ndodh atje me regjimin serb, me pasivizimin e shqiptarëve që mos guxosh as levritis nga shtëpia për një natë, shkaku që do ta hekin gjithë adresën, do ta hekin gjithë emrin e pasurisë që ke atje. Mos njohja diplomave shqiptare, mos njohja e licencave shqiptare, mos njohja diplomave të fakulteteve që merren nga Prishtina për nxënësit tonë, mos punësimi i shqiptarëve në ekonomi, mos punësimi i shqiptarëve në administratat ndryshme, do të thotë ajo është një e padrejt, një si të themi është një cenim i të drejtave të njeriut që ishte në kohën e Serbisë kur ishte në Kosovë para luftës. Kështu që ka shumë një rëndësi të madhe për mua, për organizatën tonë Albanians for America dhe për gjithë shqiptarët këtu që jemi jo vetëm në Teksas, po në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për punën që e kemi bërë që të arrijmë në këtë ku jemi sot dhe dash Zoti që do të arrijmë edhe më shumë, që të ndezim një dritë, të bëjmë një honë të re që Kongresi Amerikan dhe administrata amerikane në krye me presidentin Trump të kushtoj më shumë vëmendje ndaj çështjes shqiptarëve, minoritetit shqiptar atje në Serbi. Si e priti Zoti Kamberi arritjen e kësaj? Të jap një story, si të themi. Zoti Kamberi kur ishte këtu, zotri Ismet Smajli, që është një veprimtar i njohur këtu në Teksas, është nga Kosova, i tha zoti Kamberi me sot puna e shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovë do të merr një honë të re, se kemi një kongresmen që e kupton çështjen e Kosovës, e kupton çështjen e shqiptarëve, e kupton situatën politike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Është një kongresmen që ka qenë në NATO gjatë luftës së Kosovës, në fakt ka qenë edhe si themi kryetar i përgjegjës për afrimin e të gjithë trupave këmbësor, të fuqës trupave këmbësor në Kosovë dhe kupton atë. Zoti Kamberi tha dash Zoti. Dhe tash 2 muaj mrapa kemi një rezolutë që është aprovuar në dhomën e jashtme të Kongresit Amerikan që ka pru një honë, një ndriçim, një dritë të re ndaj minoritetit tonë atje dhe ka fut një presion të jashtëzakonshëm në Serbinë që të merret seriozisht me avancimin e shqiptarëve në atë zonë. Kështu që unë mendoj që edhe gjatë bisedës që kam pas tash mas rezolutës, zotri Kamberi me të vërtetë është shumë i kënaqur që tash po jepet një ndihmë për atë që ai po lufton tash sa kohë në parlamentin e Serbisë që pak a shumë ta bëja dritë atje ho. Kjo çështje ka qenë ngritur her pas here nga Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane, e zoti Dioguardi dhe drejtues të tjerë si zoti Aliçkaj, Shirley Dioguardi. Megjithatë, ky është një hap më tej edhe qenia e zotit Faton Bislimi aty që ka pasur dhe ka lidhje të vazhdueshme edhe me Ligën Qytetare, i jep më tepër rëndësim, mendoj unë, kësaj arritje, përveç faktit që ju keni lobuar të ky kongresmen mik i Shqipërisë që një çështjen, megjithatë ekzistenca e 3 votave kundër tregon që edhe Serbia ka filluar ajo lobimin e saj, mund të jenë edhe kongresmen, kongresumën, unë di që janë mbështetës të klanit apo të polit serb në kongres. Megjithatë, pathja e shumicës absolute në këtë mes tregon që çështja është e drejtë, por t'i shpjegojmë pak a shumë bashkëdhetarëve tanë që janë këtu në Amerikë se nuk e din mirë procesin që po bën Serbia me heqjen e adresave të banuesve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, apo si quhen ato pasifikimin apo pastrimin
e këtyre adresave me gjoja pretendimin se shumica e këtyre nuk jetojnë në Preshev, kanë hikur nga Serbia, prandaj nuk janë më qytetarë të Preshevës. Si është procedura, çfarë masash po ndërmerr Serbia për këtë procedurë që brenda një paqe të dukshme po kryen një genocid, do të thosha, një veprim që hyn në listën e genocidit për eliminimin e dëshmive të ekzistencës së një popullsie shqiptare në ato troje. Po, me të vërtet është shumë e vërtet ajo që e thu ti. Së pari dua ta përshëndes zotrin Diogardi dhe zonjën Shirley Diogardi. Me të vërtet ata janë edhe ndoshta si themi gurthemeli i avokimit për shqiptarët dhe për punën e shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Preshev, Medveç, Bujanovc dhe Malzi. Shirley edhe Gjo e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme që ne sot nuk do të mundim të bënim atë që kemi bërë pa ta, pa ligën shqiptare, pa zotrin Agim Maliçka dhe gjithë bashkëpunëtorëve me Fatonin dhe gjithë tjerëve aty që janë me Belul Kashin, që kanë punuar një punë të palodhshme, jo vetëm kohën e tyre, po ndoshta edhe gjithë ato forcat edhe shpirtërore edhe ekonomike që kanë bërë deri sot aty. Kanë bërë një punë të jashtëzakonshme të arritjes deri ku jem. Kjo siç e the, me përmend edhe ti edhe kongresmeni e ka përmend ku kemi shkuar nga 4.000 banorë në një qytet dhe kemi zbritur në 400 banorë. Pse kemi arrit deri aty? Kemi arrit shkaku që nëse ti nuk ke qenë ose një dritë nuk ka qenë në banesë ose në shtëpinë tënde aty, serbët me njerë e kanë pasivizuar atë adresë, e kanë hekur atë numër të shtëpisë, e kanë hekur atë numër të banesës, e kanë hekur atë numër të banorëve aty kush ka jetuar, se kush është i zoti i asaj shtëpisë, dhe në këtë mënyrë e kanë bërë pastrimin etnik, si themi, të shqiptarëve në atë zonë. Pa luftë. Kështu, në kushte paqe. Po, kushtet paqe. Mënyra e pasivizimit tjetër është mos mundësia e punësisë, mos mundësia e pranimit të diplomave të fakulteteve që shqiptarët i kanë kryer në Prishtinë apo në Tiranë, mos pranimi i as të drejtave bazike jetësore të tyre, e lere më të futen në ndonjë punë apo në ndonjë administrat apo të jenë të zot e vetvetes. Sistemi jo kanë marrë të gjitha drejtat e njeriut, është një gjenocid ashtu siç ka ndodhur në Kosovë në vitin 98, atë po mundohen, po në mënyrë pasive, në mënyrë shumë të shkathtë për Serbia ta bëjë atë tash në Preshev, Medveç dhe Bujanovc. Unë e kam bërë një paralel, atë që Serbia e lyp për serbët e Kosovës në Kosovë, me gjitha ato drejta, me 10 ulse që janë të garantuara me kushtetutën e Kosovës për minoritetin serb, që në numër është 2 herë më i vogël që janë shqiptarët në Serbi, dhe atë që Serbia sot po e lyp nga Kosova nuk kanë të drejtë dhe nuk kanë as të një mundësi që të jepin shqiptarëve as të një të drejtë atje ku janë në Preshev, Medveç dhe Bujanovc. Dhe kjo është ajo hipokrizimi, si ta them, i Serbisë në gjeopolitikën botërore.